Sekretari Amerikan I Shtetit John Kerry u shpreh se ka besim për sa I përket perspektivave për përmirësimin e krizës ukrainase dhe tha se ka shpresë se do të menjanohet vendosja e sanksioneve të reja ndaj Rusisë. Kam besimin mbi faktin se ka mënyra për të ecur përpara. Ne presim që Rusia të sjellë ndihmën e saj dhe ne shpresojmë që të mos jemi të detyruar të imponojmë sanksione më të rënda dhe as masa të reja, deklaroi Kerry në perëndim të Francës ku ndodhet me rastin e ceremonive për 70 vjetorin e zbarkimit aleat në Normandi. Ne shpresojmë se në ditët e vijim do të kryen gjeste që do të ndikojnë në uljen e tensioneve, bashkë me mundësinë e një armëpushimi dhe mundësinë që Rusia të kontribuojë në çarmatosjen e separatistëve, çlirimin e godinave zyrtare dhe fillimin e ndërtimit të një Ukraine që të përgjigjet nevojave të popullsisë, deklaroi shefi I diplomacisë amerikane para gazetarëve. Pas shumë muajsh krize, një dialog u vendos mes Ukrainës dhe Rusisë, ku presidentët e të dy vendeve u takuan në një kohë të shkurtër në Normandi gjatë drekës për përkujtimin e 6 qershorit 1944. Presidenti rus Vladimir Putin dha urdhër për të përforcuar kontrollin e kufirit me Ukrainën, nga ku vijnë banor nga rajonet lindore ukrainase që u largojnë luftimeve, njoftuan shërbimet për shtyp të Kremlinit, të cituar nga agjencitë ruse.